mungesa e përvojës edhe praktikat e papaguara. Shumë e vështirë me gjetë punë, prandaj unë do të kërkoj nga institucionet që të jenë më korrekt në praktikat edhe punësimin. Ngjarja e sotme është një rezultat i një pune shumë vjeçare që shoqëratrat e fëmijëve në Kosovë po zhvillojnë për fuqizimin ekonomik dhe social të të rinjve. Projekti JEP ka filluar në vitin 2020 dhe është financu nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe nga zyra ndërkombëtare e shoqëtrave të fëmijëve, ndërsa zbatohet nga shoqëtrat e fëmijëve në Kosovë. Ku ky projekt është një projekt rajonal dhe ka për qëllim përmirësimin e mundësisë së punësimit dhe përfshirjes në treg të punës së të rinjve të cilët janë të cenueshëm. Gjatë këtyre viteve kemi trajnuar qindra të rinj në shkallësi jetësore, punësueshmëri dhe ndërmarrësi. Janë realizuar mira sesione mentorimi dhe këshillime në karrierë, janë mbështetur iniciativa të reja biznesore, janë krijuar mundësi për praktikë profesionale dhe qindra të rinj sot janë aktiv në tregun e punës. Domethënë në fillimet e hartimit të strategjisë së re për arsimin, ku aty do të ketë kështu një element të integruar brenda edhe kjo fushë, domethënë është një çështje që duhet me u artikulu edhe me aktivitete, prej planifikimit të aktivitetet të cilat duhen me mri. Pastaj edhe jemi në fazën e fillimit të procesit të rishikimit të kurrikulave. Domethënë gjithçka fillon prej kurrikulës në fakt. Fillon edhe prej mësuesit e mësuesës, se nxënësi që është pjesëmarrës aty, po pa kurrikulën, pa tekstet mësimore, nuk e arrin objektiven e saj përfundimtare. Është lajm i mirë që megjithatë ka ecuri të çdo herë po shohim që ka progres edhe të pjesëmarrjes së të rinjve. Ndoshta nuk është në shkallën që ne e dëshirojmë, duhet me maksimalizu këto, po megjithatë, që tha dhe zonja Nezahat, ka shifra të mira, të cilat ja vlen edhe me u theksu shembujt e mirë, me u vazhdu shembujt e tjerë të mirë, të cilat kanë edhe shtetet e tjera me pa qysh me i maksimalizu. Për këta, ta zojmë në vitin 2021, kanë qenë rreth 28.000 të punësuar, ndërsa kur flasim tash, deri në fund të 2025-ës ka arri në 60.000, që do të thonë është dyfishim e të rinjve, që është një gjë shumë e mirë, edhe duhet me e vazhdu tutje. Një nga masa që e ka pas efektin e vetë, ka qenë kjo e superpunës, e cila ka bo me u punësu mbi 23.000. Qysh është bo kjo, kur shteti ta krijon kontaktin, ta lehtëson në fakt kontaktin. Ajo që është e rëndësishme nga perspektiva institucionale, aktualisht si ministri jemi të fokusuar në krijimin e legjislacionit të mirëqenies sociale dhe programeve të mbrojtjes sociale. Me pas një qasje holistike, në aspektin jo vetëm ta shohim personin, familjen, individin në një mbështetje financiare, por kemi edhe komponenta tjera në aspektin e ofrimit shërbimeve, integrimin treg punës dhe nga një pasivitet në aktivizim. Këtë synon edhe legjislacioni i ri, se praktika na ka treguar sidomos tek një numër i familjeve të cilat janë përfituese në skemën e ndihmës sociale, ku edhe 3-3 janë pjesë e tyre, realisht kanë bjetë pasiv në aspektin e aktivizimit në tregun e punës me vite të tëra. Por disa sfida me cilat përballen të rinjët sot është mungesa e përvojës edhe praktikat e papaguara. Sot është shumë e vështirë me gjetë punë, sepse kudo që shkon për me kërku punë, kërkohet përvojë, po qysh me e gjetë këtë përvojë ku shumica e praktikave, për të mos thënë të gjitha, janë pa pagesë. Dihen edhe barrierat financiare dhe logjistike, ku në një kohë ku ekonomia është në krizë, qysh mundet një student apo një nxënës me ndjek praktikën, ku i duhet me udhëtu, sepse jo të gjithë jetojnë në Prishtinë. Gjithashtu gjatë praktikës duhet edhe me ushqy dhe ne të gjithë i dimë çmimet e sotme. Kjo praktikë kushton shumë edhe jo të gjithë kanë mundësi për me i përballu. Prandaj, unë do të kërkoj nga institucionet që të jenë më korrekt në praktikat edhe punësimin, të orientojnë të rinjët qysh nga shkolla fillore drejt karrierës, duke ofru informacion për çdo profesion, të mundsojmë të gjithë praktika, qoftë me pagesë ose qoftë duke mbulu shpenzimet që dalin nga praktikat, edhe të mos ketë nevojë për lidhje për me bë pjesë e praktikave, por secili me pas të njëjtën mundësi.